Presidenti Bajram Begaj në fjalën e tij në debatin e përgjithshëm të sesionit të 80 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, tha se Shqipëria dhe Kosova është një shembull i përkushtimit ndaj paqes, demokracisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Ai theksoi se vendi ka kaluar një rrugë të gjatë nga izolimi dhe diktatura drejt integrimit euroatlantik dhe sot është një vend që kontribon aktivisht për stabilitetin, zhvillimin dhe respektimin e të drejtave të njerëzit në rajon dhe më gjerë. Sot Shqipëria është shumë pranë realizimit të ëndrrës ka hershme antarësimit Bashkimit Evropian. Pas hapjes së negociatave të antarësimit, po vijojmë të rritemi më lart me reformat tona, me synimin për të përfunduar procesin e negociatave në vitin 2027 dhe për të qenë antar të plot BE-s deri në vitin 2030. Udhëtimi ynë drejt një Europe të bashkuar nuk është vetëm një ambicie politike, por është thellësisht i rrënjosur në vlerat që ne çmojmë, demokracinë, të drejtat e njerëzit dhe sundimin e ligjit, tha presidenti. Begaj vuri theksin edhe te Kosova, teksa tha se është një shtet që ka dëshmuar se vepra për përgjegjësinë ndërkombëtare dhe për kushtim ndaj vlerave demokratike. Ai kritikoi faktin se Kosova ende nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, duke quajtur këtë një padrejtësi dhe që duhet korrigjuar. Mbështetja për antarësimin e Kosovës në OKB dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare, tha ai, është një hap drejt forcimit të paqes dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Ai kërkoi gjithashtu të drejtat e shqiptarëve në luginën e Preshevës të respektohen dhe të garantohet integrimi i tyre i plot. Megjithatë, vendi i Kosovës në këtë asamble mbetet padrejtësisht bosh. Njohja e pavarësisë së Kosovës, mbështetja për antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare është një akt drejtësie ndaj popullit të Kosovës, është një hap që forcon edhe më shumë paqen dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe një kontribut në stabilitetin e Europës. Shqipëria kërkon që të drejtat e lirisë të shqiptarëve të luginës Preshevës të respektohen, që shqiptarët atje të mos diskriminohen për të integrohen, që gjua shqipe të përdoret, kultura, vlerat, identiteti dhe tradita e tyre të mbrohen dhe promovohen, shtoi Begaj. Në fjalën e tij, ai ndaloi te krizat aktuale botërore, duke riseksuar mbështetjen e palëkundur të Shqipërisë për sovranitetin e Ukrainës dhe dënimin e agresionit rus. Njëherësh, Begaj konfirmoi qëndrimin e Shqipërisë që lufta në Gaza duhet përfundojë, të gjithë pengjet duhet lirohen dhe situata humanitare duhet të trajtohet me urgjencë.